Vijojnë kontrollet intensive në të gjithë qarkun, goditen 2 raste të palishmërisë nga Komisariati i Policisë Sarand, sekuestrohet një sasi lëndë narkotike kanabis, arrestohet 21 vjeçari, që dyshohet se e shpërndante në doza kryesisht në lokalet e natës, sekuestrohet një armë sportive pa leje, procedohet penalisht poseduesi që e mbante me vete në automjet. Strukturat e Komisariatit të Policisë Sarand, në zbatim të detyrave për garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe në kuadër të goditjes së veprimtarive të palishme, kanë intensifikuar kontrollet në të gjitha lagjet dhe akset hyrëse dhe dalëse të qytetit. Si rezultati këtyre kontrolleve të shtuara, janë goditur 2 raste të palishmërisë. Konkretisht, gjatë kontrolleve të ushtuara në lagjen numër 1, shërbimet e policisë arrestuan shtetasi me iniciale FG, 21 vjeç, banues në Sarand, pasi gjatë kontrollit fizik, ju gjet dhe ju sekuestruan një lëndë e dyshuar narkotike, e cila dyshohet se ishte kanabis sativa. 21 vjeçari dyshohet se ndante lëndë narkotike në doza për ta shitur, kryesisht në lokalet e natës në qytetin e Sarandës. Po në vijim të kontrolleve, shërbimet e policisë ndaluan një automjet tip Audi, ku u konstatua se drejtuesi i tij, shtetasi me iniciale AH, 44 vjeç, banues në Sarand, mbante në automjet një armë sportive të markës Gamo, pa leje në organeve kompetente. Arma u sekuestrua në cilësinë e provës materiale dhe në vijim të veprimeve, nisi procedimi penal në ngarkim të 44 vjeçarit. Materialet për të 2 rastet ju referuan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.